Teknikisht kjo s'do të thot asgjë për ekipin tonë kombëtar. Tashi unë nuk me gjithë respektin, ky është teknikisht mos më thot asgjë për ekipin kombëtar. Nuk është se ky futbollist është domosdoshmëri për ekipin kombëtar ditën e sotme. Sigurisht. Që tund harxoj kohën, atë marr kohën edhe televizive sot ta ngresi kaos të madhe. Është ngrit në Kosovë një pjesë e opinionit, ka drejtën e vetëm le ta kontestoj, kanë gjithë drejtën. Edhe me dakull me ato që bani janë të tillë. Gjëra që me kalimin e kohës. Kur e nxjerr Silvinjo listën? Javën që Anis Mehmeti se ka marrë. Të mërkuar me stadion. Ka dalë. Me shumë mundësi do. Anis Mehmeti me shumë mundësi do të thirret. Do jetë kombëtare. Ka pikë të shuar nga lista në një gjë tjetër. Për këtë djalin do vendoset të javë, sepse o do e marri direkt me kombëtaren A, sepse ka dhe këto pastaj është një situatë që edhe lojtarët luajnë me dy porta tani. Po Rokovata. Dhe Kosova. Rokovata nuk ka ndonjë shans. Ish bërë ftesë zyrtare nga U21. Që do të thotë? Ai ka pranuar Irlandën. Ndërkohë që e ka ftuar dhe Irlanda. Irlanda A. E ka ftuar dhe ka pranuar Irlandën A. Kush ishin lojtarët e tjerë? Arda Kurtulan, Brian Gruda dhe Arjon Ibrahimovic, që është lojtari i Napolit, momentalisht është i huazuar nga Bayerni tek Napoli. Çfarë shanse kemi Mirela? Te Ibrahimovic kemi më shumë shanse, ndërsa Gruda ka thënë që në moment që nuk më fton Gjermania, unë ka 2 vjet ai që thotë. Këtë gjën. Dhe pret këtë radhë që nëse nuk fton Gjermania janë pjesë e kombëtarëve. Ka një shans për ndeshjen me Anglinë për shembull Gruda? Gruda më pak, ndërsa Ibrahimovic me Sadiun dhe Kurtulan janë gati për të ftuar dhe di ç'është procedura. Kemi një rast konkret. Ky Kurtulan është e njëjta zgjedhje si puna e këtij brutit. Ky është lojtar i kombëtarës U21 me Alban Bushi ka qenë i rregull vit 2 vitet e fundit. Tani ka bërë ftesë Maqedonia, ekipi i parë. Ai është në dilemë tani. Mund të zgjedhë Maqedoninë ose do vazhdojë në drejtën e vet, më le të zgjedhë. Ndryshe nga Rokovata që ka zgjedhur Irlandën, Rokovata ka zgjedhur Irlandën dhe për këtë e dim që e ka konfirmuar. Duhet të luajë sepse po nuk luajë. Okej, po nuk luajë, është tjetër gjë, se e di rregullin, por di të them këta dy lojtarë kanë pranuar që të bashkohen kombëtarët shqiptare. Kurtulan edhe Ibrahimovic. Në dy bisedime. Kjo e pranuara mas shumë të lutur është problematike. Okej, por në këtë situatë ku nuk kemi mbrojtës të majtë zhuba. Ti ke qenë trajneri Dinamos, i Partizanit, por e gjithë shqiptarë duhet bëhen trajner me ekipin kombëtar. Dhe unë mund të kem që jam gazetar, mund të kem mendim. Lozi ky mbrojtës i majtë. Luaj e me sulshorit djallë. Si mundet të kishim një mëdhjetë e cila do na përfaqëson dhe denjësisht në një fushë shumë të vështirë siç është Wembley. Edhe një herë lutem lista. Unë e dëgjova me vëmendje që tha për punën e Mitaj që po stërvitet me skuadrën, por për efekt ka një rregull atë lojtarët e që nuk lejon më shumë se ka penalizuar direkt të fundit. Unë shikoj që Mitaj do jetë formacion. Po, Mitaj është formacion sepse është shëndet plot. Krau i djathtë, mbase Hysa është i dëmtuar, ndeshjet e fundit, por eksperienca e ja se i kemi këtu të gjithë, domethënë. Kalos po dëmtuar logjikën. Balliu mendoj që do jetë lojtari i cili pavarësisht se nuk ka lozur shumë me klubin, ka pas probleme kontraktuale me klubin. Edhe ai rinovoi dhe tani është më zgjidhi, ka eksperiencën e dur, është lojtar i cili në sistemin e kthimit mbrapa, domethënë në dublim është jashtëzakonisht i mirë. Ama profesor mos u lot shumë se 35 vjeç e kemi parë. Ndeshje nxjerrë. Nuk është se lojtari. Kështu që unë mendoj vetëm qendra, nëse Ismaili do jetë me probleme që është i dëmtuar, kemi kumbull. Kështu që nuk ndryshon, mendoj struktura e skuadrës nuk ndryshon. Nga formacioni që pas, fotografia që pas ndeshjen e kaluar, mendoj mund të ketë 1 ose 2 ndryshime. Nuk besoj se Silvinjo do bëjë ndryshime të mëdha. Pastaj pjesa tjetër e formës sportive, të lojtarëve. Shikoj tani. Më vjen një informacion tani në këtë moment që Rokovata nuk e ka pranuar Irlandën, por duke luajtur, duke bërë 23 ndeshje, duke pasur një performancë mirë në Championship, e shikon si ironi thërritjen e tij në ekipin U21. Aman, kjo është e saktë që më japin detaje të fundit përsa i përket informacioni fundit përsa i përket Rokovatës. Ai është i formuar, ai duhet vikë skuadra parë. Këtë sot nuk e pranon, e shikon sikur është diçka ironike që mua më ftojnë tek U21-shi. Por Irlanda që më thonë, janë informacione të sigurta nga lojtari që më thonë. Dhe do që t'jetë në ekipin kombëtar, Irlanda deri në këtë moment që unë po plasë,
Nuk e ka Nuk e ka pranuar. ftuar. Nuk e ka ftuar, okej. Nuk e ka pranuar. Nuk e ka pranuar, pranuar. se Për ftuar e ka ftuar, Po. për pranuar se ka pranuar. Mase mund të ketë ndikim nga Rudi Vata që të luajë për ekipin kombëtar, sepse ai ka qenë kapiteni i madh i Shqipërisë. Ose nga Mbase Real djali do që të japi kontributin e vet në kombëtarën shqiptare. Mbase shikon veten lojtar cilësor i cili po performon nëse ka këtë tek pretendim, shumë ekipi në Premier League. Jorgi. Rudi ka thënë gjithnjë që nuk është, do kjo çështje mund të bërë sa për sy e fajit. Patën komunikimet jemi pas me Rudin, ai ai ka thënë për djalin tim për të marrë seriozisht një çështje, një ftesë zyrtare. Është sa për sy e faqe mendon. Jo, unë s'po mendoj, ftesa tani është fakt, po problemi është në vullnetin e djalit të Rokos për të zgjedhur mes atyre dhe këtyre, po në të kaluarën ka pas një çështje të tillë, sepse ai po shkëlqen me Watfordin dhe nuk ishte bërë një ftesë zyrtare vetëm kur opinioni. Po pse për momentin... Pse ndodh kjo, pse ndodh, si e shikon? Tani, situata nuk është mirë. Një sekond, Zhupa. Kjo duhet pyetur Silvinja për të? Nuk mund duhet. Silvinja po diskutojmë me vëllezër. Po flasim për ai mund të marrë gjykuar, ma nuk. Jetë të kushte. Kur ekipi kombëtar shqiptar se fton, më fal. Kur se fton ekipi kombëtar. Pse duhet të trashëgojë Irlandën? Jo, për se fton ekipi kombëtar. Flasim për përgjigje, flasim për nivel. Përgjigje dakord. O Zhuba, e fton kombëtarë Irlandës dhe nuk e fton kombëtarë shqiptar ekipet e para. E fton Irlanda dhe nuk e fton Shqipëria. Apo jo? Si do të ishte? Edhe me qenë se banon dhe atje, luan dhe atje, i ka gjitha atje. Ky është një gabim që ka ndodhur po e ka ftu kombëtarë Irlandës. Unë e di pse i pas ka thënë jo atyre deri tash. A të ka ftu kombëtarë Irlandës? Luajmë me kombëtarë Irlandës. Ndoshta do të luajmë me kombëtarë. Ai pretendon që të luajë me kombëtarë, se ka ftu si Shumë mirë, kanë ftu shpresat do të vijë, pse çfarë? Nëse do që të vezë gjithmonë fanin e ekipit kombëtar, hajde me shpresat e luajmë.